Tani le të marrim me radhë, ti marrim gjërat me radhë. Jemi në 2026. Atëre, të futemi pak te 2026. Okej, është 10. Është 10. Është numër materje, është numër material. Numër i fortë, numër bosi. Numër bosi. Numër bosi. Filloi dhe data 1 çuditërisht të qelloi ditën e njëjtë, ditën e Jupiterit. Është shumë e bukur. Data 1 janar. 1 janar qelloi dhe dita e Jupiterit. E njëjtë. Po. Domethënë, unë shikoj. Çfarë tregon kjo? Unë shikoj në detaje. Po Jupiteri është planeti fatit. Ku shkon Jupiteri, ka të mbjella, ka të korra, ka të prodhuara, ka domethënë ndaj quhet planeti fatit se është i bollëkut, kuptohet. Po. Por jo gjithmonë se është edhe i zmadhuar pak. Varet me cilin planet është afër ose me cilin shenjë mund të jetë. Por si vit 2026 si numerologji është numri i bollëkut dhe numri i një fillimi të ri. Në të gjitha aspektet? Në të gjitha aspektet. Në të gjitha aspektet. Dashuri. Viti që shkoi, që s'ka ikur akoma, do ikin në 21 mars është fillimi i vitit tjetër, astrologjik. Kemi akoma për të krahasuar shumë gjëra. Më kupton, dhe ato që janë ato më toksike, më të vështira, sidomos nga ana sentimentale, nëse njerëzit kanë duruar, edhe kanë shpresuar ose kanë përdorur mënyra të ndryshme për të rikuperuar gjendjen, është e pamundur. Ky ka dhënë fund. Dhe jepet fund. Deri në marsi, domethënë, ne do shikojmë të pastër veprimet, dhe ky vjen me 1. E heqim atë 0 që është tërësia dhe jep materien, po fillon me 1. Dhe në kohën që fillon me 1, ne jemi vetëm, mendojmë për vetëm dhe do jetë shumë individuale. Çështja, për të ecur përpara. Pra, ndryshimet do fillojnë nga marsi e tutje i bie, kur të përfundoj viti astrologjik. Edhe në mars që futet viti astrologjik, nuk fillon me 1 nga marsi, nga qeshori, nga korriku, po t'jap një aspekt tjetër. Në çdo fillim viti astrologjik, qeshori është baza, sepse ndërtohet ekonomia, dhe aty ndryshon ekonomia në gjithë botën, aty rregullohet gjendja, tek gaforja, mësoni këtë. Dhe aty fillojnë rregullatori. Jemi shumë të lidhur me këtë, domethënë ne më para bjem në dashuri me paran, sesa me individin. Dhe kur kjo gjë është bërë masive, është mas domethënë tek ne, detyrimisht është një rregullator. Po. Sepse ne po drejtohemi drejt materjes. Jo, po jemi drejtuar gjatë, më kemi haruar pjesën. Ky është rreziku tani që ke humbur dhe sensin të njeriu, apo të njëri tjetri, apo minjojen, apo dashamirësinë, apo afrimitetin. Dhe po bëhemi vetjak në këtë veprim. Dhe do vi koha akoma dhe me çuditshme. Doja të thoja edhe tjetrën për vitin, nëse kjo ka qenë epoka e një goditje të zemrës, për shembull ndoshta nga mingarkesa, atmosfera njërën tjetrën, ose futemi në detaje disa gjërave, ky do ketë disa si i thonë, viruse. Viruse të reja? Viruse të reja me emra të rinj, që do vinë, do i sillin koha. Po, do vinë. Kush i përballon, i përballon. Ne nuk kemi kulturë mjekësie. Ne nuk vemi te mjeku të kontrollohemi. Dhe kjo është më se vërtet, unë duke nisur që nga vetja. Dhe gjithë fëmijësia për shoqëria ime që vjen, është e vërtet kjo. S'na është futur në gjak kjo kulturë, po të paktën të rinë duhet të jenë shumë të kontrolluar. Të jenë më afër mjekut. Pra do të jetë një vit i viruseve të reja. Do të jetë një vit i viruseve të reja, po do të jetë shumë i fuqishëm. Kush e përballon. Prandaj, sa më afër mjekut, sa më afër të jemi me ta, të konsultohemi, të bëhemi, se dhe mjekët sot për kohën e re që vinë, plot janë të përgatitur dhe shumë të mirë. A kupton? Absolutisht. Që të shpëtojnë jetën. Po. Atëre, e marrin në tërësi tani, duke filluar Do me para. veçojmë disa zodiak që do të jenë më mirë në 2026? Jo, nuk mund ta veçoj dot këtë, se do jenë shumë mirë të gjithë. Por, meqense Luani, heqim Luanin, ka Jupiterin si vjet, nuk them se do shkëlqejnë nga të gjitha anët. Të paktën pjesën erotike që e ka shumë gjanë do ta ketë pranë gjithkohon, edhe me ndërimin e partnerëve do të jetë shumë i kujdesshëm, edhe mes këtyre ndërimeve mund të ketë edhe konflikte, po do ketë edhe rritje ana ekonomike, se do i vinë punë të reja. Domethënë do jetë mirë, por gabimi apo e keqja të Luani, nëse ky është plot fuqishëm dhe i pushtetshëm, se si natyra është kryenes dhe kapriçoz, e bën si të pamposhtur në këto veprime. Haron që kjo është periudhë që kalon ai ikën. Do të jenë shumë të kujdesshëm personat, se Luanët janë të aftë, që lozin me lojrat e fatit. Dhe ky vit do të jetë i bollëkut të tyre, dhe ato që marrin shpejt do t'i harxojnë shpejt. Prandaj të kenë kujdes, tu do kenë konflikte brenda në familje. Iku kem.
Pra, paka shumë Luani Kështu që Luani do jetë epiqendra e zodiakut. E kupton? Epiqendra e zodiakut të vit. Pastaj do jenë këto shenjat e ndryshueshme, do jenë shenjat e zjarrit, meqense është Luani futet në trekëndsh. Kemi të parën dashin që do jetë me prioritet, siç ka filluar për shembull tani që ka filluar që nga 2025 që të futet në terene të reja, ose të kthehen mbrapsht në terenet e tyre të lëna mbastore, në shoqëritë e vjetra, më kupton, të i rikthehen disa gjërave, ata që janë në terenet e reja, në kompanira, aspekte biznesi, puna, apo drejtuesa, apo diçka, ose me famë, ose me emër për këto, janë në terenet e reja. Do të jenë shumë të kujdesshëm, dhe vetiu janë të kujdesshëm, nuk janë ata dash që mund të hedhin hapin me vrap të... Jo, janë shumë të kujdesshëm, do më thënë tregon një rritje. Tregon një rritje, të janë të kujdesshëm në terenin e ri, të dinë çfarë duhet dhe çfarë nuk duhet, që marsit i gjej shumë të përgatitur. Do më thënë kjo periudhë dimrit, që jemi pikërisht sot, u jep atyre kohë për ta menduar këtë gjë. I shtron shumë mirë planet e veta të dashi. Kjo është një shumë pozitive. Ky muaj që është i fjetur, u bën mirë të gjithë zodiakut, për të menduar për planet e tyre dhe për të ëndërruar. Nuk i kanë shumë optimiste ëndërimet, sepse dielli është shumë larg, nuk kupton, u jep me mëdyshje disa gjëra dhe me pikë pyetje, por nga dal, duke filluar nga 28 shkurti dhe tutje, do fillojnë të ndryshon viti. Pikërisht do fillojnë të ngjallen këto ndjenja, emocione, të gjitha me radhë. Si nga ana sentimentale, po njëkohësisht edhe nga ana e biznesit, rritjes parave, njërën tjetër, burimeve të ndryshme. Do të thënë, do kenë, ky vit që vjen, do ketë gjëra shumë të mira, se është viti materjes, fillon me 10. Shkëputemi nga lidhjet shpirtërore, nga viti më emocional, pra jemi një vit më racional, më materje. Jemi më ndryshe, më kupton, është pak më individual. Ta kuptojmë mirë këtë. Do të thënë, kemi arritur të kuptojmë që... Kjo është në dëmin ton, apo jo? Shiko, nuk e kuptojmë në dëmin ton, sepse kemi konsumuar shumë edhe për të tjerët, dhe nuk kemi marrë mbrapsh. Kjo është gabim që e thash tani në fakt, se e dëgjoj shpesh këtë. Nëse unë bëj për ty, nuk e bëj që ta marrë mbrapsh këtë gjë. E bëj se dua unë, do jem unë mirë. Nëse unë e bëj me qëllime të caktuara për ta marrë mbrapsh, atëherë mua gjërat e mia nuk do vënë mirë. Dhe s'kam se ta marrë. Mua mirësia që të bëjt e ty, do më vi nga dikush tjetër. Një e pa njohur, apo njërën, apo tjetër. Nuk duhet të kthehemi në këtë forma. Bëj mirë se do gjesh mirë. E kupton? Bëj mirë, po mos prit nga tjetër. Pra, kur ka prishme nuk ke dhe zhgënjime. Pikërisht. Ti prit nga tjetër dhe zhgënjesh dhe... E përjeton, e përjeton atë dhe e kategorizon. Kështu që nuk duhet të kategorizojmë. Ky është viti vetjak, është viti vendimtar, viti që është për ndërtim, viti për plane. Do kemi gjëra kreativitetet të reja dhe shumë të bukura, do t'jepen shumë mundësira të mëdhaja për të ecur individualisht në këto gjëra, do jetë shumë e theksuar si tipi medjes, apo podcasteve, dhe më thënë, jeta sociale. Do jetë shumë e angazhuar. Para do meren pak më ndryshe, nuk do jenë parat si që meren, por do ndryshojnë. Nuk them të të japin të gjitha në këtë vit, kemi që vitin që jemi tani, 90 me radhë, 9, mos e haro. Në çdo 90 vjen një epokë tjetër, apo një kapitull tjetër. Kështu që kemi kohë për të ndërtuar këto gjëra. Ky është një fillim për planet tona, dhe për të gjitha shenjat. Tani unë po futem, e kam të dashur dhe do thonë gjitha, unë i përfshiva të gjitha. Duke përmendur e këto tranzitet për secilin shej. Bravo, Demi ka pasur goditje në periudha, se këto vinë vazhd, nuk prjen me tik, ku mbaroj këtu dhe filloj këto. Jeta vazhdon. Vazhdon këtu. Por ka diçka tjetër shumë të bukur, Demi, sepse nga gabimet, apo nga mirësit, apo nga zënjmërgjërsia, nga ndimesat që ka bërë, apo nga gafat që ka bërë, ka mësuar shumë. Dhe tani është kthyer dhe është zgjuar dhe thot, dalen qiko vlla. Bëj për këtë, bëj për atë, për gjithë kompaninë. Domethënë merr një drejtim edhe një plan të ri përpara. Dhe them që do eci, nuk do eci me vrulle shumë të mëdhaja, dhe i këshilloj të mos eci me vrulle të mëdhaja, se ka kohë përpara plot, por të eci nga dalë për t'i ndërtuar themelet e forta. Se Demi ka një veti, duhet ta përjetoj dhimbjen që ta ndjej që mos ta humbasi, por nuk e përjetoj e humbet shpejt. Kështu që duhet ta përjetoj si në anën sentimentale, ashtu dhe në jetën shoqërore, ekonomike, financiare. Kështu që do ketë gjëra shumë të mira. Në përgjithësi do jenë në këto valë të gjitha shenjat,
E kupton këto valë. Futemi të binjakët, pavarësisht që në mes të rrugës kemi edhe mërkurin që kemi mbrapsh, po binjakët do jenë mirë, ata që punojnë media, sidomos, personat që kanë numrin 7, sidomos, personat që kanë numrin 3, sidomos, do jenë shumë bukur, do jenë shumë mirë, unë po fusë edhe pak numerologjim brenda, do jenë shumë e fatë, do kenë shumë famë. 7 që ka numrin e lindjes? Numrin e lindjes po kap, nuk po kap fundin se nuk e dikush, po kap vetëm datën e lindjes. Data e lindjes flet shumë, sepse ai shkodi jon. Ai shkod. Ajo flet shumë. Nuk është rastësi. Absolutisht. Ai flet shumë dhe personat tash që kanë 7-ën, 11-ën, që kanë 3-shin, do jenë shumë mirë. Pesa, në fakt pesa ishte e këtij viti që shkoi, por është në vazhdimsi. Pesa është gjithmonë në vazhdimsi, është një numër shumë i bukur, është një numër i famës, i parase, të ramerat. Dhe në qoftë se bjen në harmoni me numrin e fundit, unë nuk e di, gjithë secili ta bëj vetë datën e lindjes, duke mbledhur datën, muajin dhe vitin. Në qoftë se këto janë harmonike, për shembull, kemi 5 këtu, në fund është 6, kjo quhet harmoni. Se vjen bashkë, vjen radhë. Në qoftë se është 6 përpara dhe 5 mbrapa, këtu kemi disharmoni. Domethënë gabimet nuk vinë nga ata që të shoqërojnë ty, vinë nga ty. Jetë ti shkaku, gjej gabimin brenda vetes. Ka disa sekretet vogla të bukura. Nëse të gjitha shenjat them që do t'jenë shumë mirë me ecjen e tyre dhe me hapjen e tyre për këtë vit që vinë. Por më mësojni mirë që viti ky është kalendarik, viti fillon në mars dhe zhvillimet e këtyre fillojnë qershor, korrik. Të kuptojmë këtu, dielli është më ngrohtë, është më drejt për drejt me tokën, kreativiteti është më i fortë, ne jemi më të shkrifur, më mirë, bimët qelin, kështu që edhe atmosfera është e bukur, dhe të gjitha këto në frymëzojnë ne, na japin ne harmonin, dhe harmonia në ndërton kreativitetet, në ndërton pasionet, dëshirat. Të cilat i kemi menduar, reflektuar në janar, në janar, e toti se janari është i fjetur, është i ngadalshëm me gjitha merat. Pas binjakëve do të kalojmë në shenjën tjetër pasarse. Do të kalojmë tek gaforja. Kemi gaforen. Gaforja do jetë mirë një periudhë shumë të gjatë kohe, sepse ka planetin e Bëllëkut, ka Jupiterin, dhe do jetë shumë mirë, mund të ketë ndryshim planesh për punët e tyre. Ajo varet dhe të individi, në qoftë se ndjehet mirë i plotësuar ekonomikisht, dhe paq në punën që është, nuk ka pse bën disa ndryshime, por do t'i vinë këto oferta. Ka nga gaforet e tjera që do i vinë këto oferta, për të ngritur, për të ngjitur e tjera. Dhe duhet ta mendojnë edhe mirë në fakt, se një teren i ri do duhet shumë kohë për t'u përqendruar, ose për të kapur veten. Gaforja si natyrë e ka që nuk e ka të lehtë ndryshimet. E kupton, zë një pozicion, e rregullon bukur dhe mirë, dhe atë e ndërton me mendjen e vet të jetë aty. Dhe ndryshimet, në një anë dhe i pëlqen ndryshimi se është ekonomia, por ana tjetër e ka të vështirë të lëvizë. Gjithsesi ndodhet mirë. Kjo periudhë, domethënë jep mirë. Edhe periudhën që jemi tani që flasim bashkë, është në pozicione shumë të mira dhe me plane shumë të reja. Do bën me shtëpie, po mund të kemi rikthime nga e kaluara në anën sentimentale. Ora mund të kemi edhe flirte të reja, ose njohje të reja që të cilat do jenë afatgjata. Do t'i japi prioritet. Po mund të kemi edhe një lindje. Një ngjizje të re, dhe kur të lindi pastaj, sjell diçka të re. Domethënë jep diçka të bukur tek gaforja, nuk ka hiperbolizëm këtu, meqense është Jupiteri, po i jep pastaj një siguri. Se gaforja ndihet shpeshherë pa sigurt, të gjitha shenjat e ujit, po sidomos gaforja që e ka një para, dy apo mbrapa. Këtu ka një siguri, ndihet mirë, ndihet e lehtësuar. Vjojmë të jemi me Liza Gjikën për shijat e tjera të zodiakut, jemi tek Luani, apo jo? Po, si që thamë të Luani që është do jetë mreti i vitit, le ta gëzojnë, shumë bukur në bet qefi, do jenë mirë si që përmënda dhe pak më parë, do jenë shumë mirë, vetëm të kemë kujdes ata që merren me këto lojrat e fatit që shpenzojnë para, si u vinë shpejt që gjenë punë, është u jepë dhe shpejt. Këtu është problemi. Atëre futemi të Virgjëresha. Po, Virgjëresha fillon me një vrull shumë të mirë, me opsione të reja, me programe të reja, dhe do t'i jap shumë përparësi, 2 punësime, 3 punësime, veprime të reja, oferta, surpriza shumë të mira, njohje të reja, shoqëri të re,
të udhëtime, pa anën profesionale, do ketë gjëra shumë të bukura. Varet sa i zoti apo e zonja mund të jetë Virgjeresha për t'i përballuar këto të gjitha. Në mendje i ka, për dashuri do, praktike është në fakt, duhet të shfrytëzoj këtë mundësi, se jo gjithnjë vin këto lloj mundësira. Nëse i shfrytëzon tani këto lloj mundësi, ka ndërtuar të ardhmen tënde që mund të ecësh me njëri të më të ngadalshëm. Tani është një periudhë që kërkohet pak vrull, ç'është e drejta. Rëmbejti gjitha këto, se do të vinë dhe pastaj do kesh kohë për ta jetuar dhe për ta shijuar. Kalojmë tek peshorja. Viti peshores. Edhe peshorja do të jetë shumë mirë, me ekuilibrin e saj, me balancat e saj, me përqendrimet e saj, me hallet e problemet që ka kaluar, fillon një stabilitet. Ky vit do t'i japi stabilitet, siç e thashë që në fillim, të gjitha shenjat do të jenë shumë mirë, sepse është nisme, është një start i ri që fillon. Varet kush del i pari në fund. Por gjithsecili fillon me startin e vet, me energjinë e vet dhe me pozitivitete. Është një anë shumë e bukur dhe një mundësi e madhe. Kështu që kemi edhe peshoren në zgjedhje të tilla dhe të mrekullueshme, ç'është e drejta. Pavarësisht që çdo shenjë në fakt fillon në periudhat e veta. Por të gjitha shenjat do fillojnë duke ardhur qershori, koriku, gushti dhe me radhë. Tham pastaj tjetrën që kur mund të fillojmë bizneset e reja. Cilat janë muajt më të favorshëm për fillimin e biznesi? Fillimi, i keni deri në korik, në periudhën e gafores, që është ekonomia që lëviz. Pastaj kemi një stopim, gushti jo njësh, pavarësisht që është i luanit pjesa e dytë, jo, është muaj zjarreve, muaj pak i lëvizshëm dhe jo bukur. Dhe pastaj keni periudhën e nëndorit, e cila fillon shigjetari. Pastaj e pushin flini gjumë, si tani. Si këto muajt e qetë. Filloni marsin. Këto janë bizneset, apo njojt, apo diçka për të bërë. Dasmat, për shembull, cilat muaj mund të jenë më të Dasmat tani kanë bërë që të gjitha, nuk e përcaktoj dot të dasmat. Kur do njeriu martohet, këto rite janë të vjetra, unë jam gjithë një avantazh, jam të reja. Dasma është në momentin që unë e dua personin dhe dua të ndërtoj jetën. Çfarë duhen dasmat? Dasma është për popullin. Për ata miq që vinë, nuk ka një datë aty që vendos çifti edhe thotë është data e dasmës të cilën e kujtojnë çdo vit të jetës. Domethënë çfarë shenjë zodiakale është dhe çfarë i përshtatet, më kupton? Për shembull, futemi tek Virgjeresha, mund ta ketë një datë 9 që ka më të bukur. Futemi te Luani, mund të ketë datën 5 më të bukur, më kupton Lizën? Kështu që secila nga shenjat e vet ka sekretet e veta dhe unë nuk mund ta përcaktoj dot në tërësi këtë gjë. Është sipas individit. Qartë. Pra nuk e përcaktojmë dot si muaj që kur duhet lënë dasma. Le që kjo nuk varet në dorën tonë, se varet nga lokalet ku nga dasmorët, dhe nëse kanë dëshira unë më prishin ato. Totalisht ne. Kalojmë tek akrepi, si do të kemi akrepin. Akrepi ka pasur ca dallë shumë të mëdha, po është në rritje, është në ngritje dhe i fuqishëm bile. Shumë fuqishëm. I merr gjërat më seriozisht. Por nuk ka shpëtuar akoma nga dallgët. Siç tham që jemi i fundit tani. Nuk kemi shpëtuar, po ka dhe disa dorëzime të tjera për t'i sqaruar dhe për t'i bërë, ndoshta edhe nga disa pabesi të vogla që kanë ndodhur në favor, domethënë në favor në anë të këtij, domethënë i kanë bërë ca pabesi të cilat ky nuk i duron dot. Gjithsesi them që do ndihet mirë, do ndihet fuqishëm dhe do të ecë me një ritëm sipas mënyrës vet, kanë një mënyrë të çuditshme. Nuk e kanë mënyrën drejt për drejt. Janë drejt për drejt në të folur, por mënyrën e lëvizjes tyre kanë të tërthort. Për të ndjerë të sigurt, siç tham që janë shenjat e ujit. Ka nga akrepët që mund të jenë nga shenjat e shkretëtirës së tokës, ka nga akrepët që janë të ujit. Mos harrojmë. Po e përgjithshme është e uji. Kështu që bëjnë lëvizje të tërthorta në mendimet e tyre dhe në idetë e tyre. Pavarësisht ku nxehen janë drejt për drejt e të thonë gjëra, kanë akoma vazhdojnë të kenë probleme, por viti që vjen, ky që jemi por në vazhdim nga marsi e tutje, koriku gusht, do t'i gjejmë më të përgatitur dhe çdo shenjë do ketë mirësitë dhe mbarësitë e tyre apo çelësat kryesor i kanë nëpër muajt e veta. Të gjitha në periudhat që ne kemi lindur. Pikërisht. Aty i marrin të gjitha përfitimet dhe tranzitet që ndodhin. Kalojmë tek shigjetarët, po. Shigjetari është mirë si gjithnjë. Është një shenjë novatore me nisma të reja, edhe me guxim të gjitha lëvizjet. Nuk e di unë si vjetë si do kem guximin, por që... Je shigjetar, Liza, apo jo? Mendoj që ta marrë këtë guxim,
dhe s'dua ta mendoj fare, që është e drejta, do jenë mirë, si që përcaktova që do jenë mirë. Do kenë udhëtime, ana profesionale, tani unë nuk mund të kem anë profesionale për udhëtime, por që mund t'i kem për qeft ose vdes për televizor, por do jenë të tjere që do kenë anën profesionale, me eksperienca të reja, me nisma të reja, gjëra shumë të bukura dhe shumë interesante, dhe e favorizuar do t'jetë data 11, 29, mund t'jetë 3, 9, këto që mund t'kenë benefite akoma më të mira, jo se tjera do jenë keq, po këto do jenë më në avantaj, do jenë shumë mirë. Do kemi dhe njohje të reja, të cilat i pëlqejnë dhe aventurat, që është e drejta, janë sportiv dhe në sportivitet i pëlqejnë edhe partneri që t'jetë sportiv, ndihet shumë në presion në qoftë se shikon i pëlqen dhe shikon personin që mund t'jetë një klasë, ndihet pak në siklet ose do jetë pak i mbyllur në vetvete. Nëse këto janë disa detaje që nuk na hynë në punë tani. Po, mund të ketë puntata të tjera kur flasim për gjendjen më emocionale të shenjave. Tani kemi Bricjapin. Ne jemi te Bricjapi. Bricjapi ndihet mirë dhe ndihet fuqishëm se është në periudhën e vet. Por ka një diçka. Në qoftë se ndihet mirë dhe fuqishëm dhe ka gjetë një pozicion pune të cilin e ka pas një ndërim dhe qëndron aty, të mundohet mos bëhet manjak i ndërimit të punës apo një pozicioni të tjetër duke kërkuar më shumë anën ekonomike. Sepse do ketë ndryshime të cilat nuk do gjej dot vend. Kështu që ndroni këtu ku jeni, do të jetë shumë mirë për ju, dhe ndjeni shumë mirë veten, dhe duke ardhur periudhat juaj, më përpara se të vi dhjetori për shembull, ju do keni gjëra shumë të mira, por të pozicioni punës jeni, do keni ngritje në karrierë, do keni ngritje në buxhet. Kështu që do i bëni vend fole vendit ku jeni, vetes aty ku jeni e ndërtoni. Se në fakt ju jeni shumë punëtor, dini të punoni shumë bukur dhe jeni shumë korrekt. Kështu që mos kërkoni të lëvizni duke treguar manjakësi për një punë tjetër, sepse do dëmtoni veten. Do gaboni domethënë me parashikimin që mund të bëni. Qëndroni këtu ku jeni në një pozicion shumë të mirë, gjatë rrugës do jeni akoma dhe më mirë. Ju mund të ndërtoni dhe një shtëpi, ose mund të blini një shtëpi, mund të realizohet një ëndër shumë e bukur. Më kupton, mund të keni probleme pak të vogla nga pjesa tjetër të individit, të familja e madhe. Aty do keni disa probleme, mund të keni disa gjëra ligjore, të cilat do marrin rrugëzgjidhje, të pa diskutuara. Në këtë vit do jetë edhe një vit i rrugëzgjidhjeve të gjërave ligjore. Do të jem pak më... Që kanë mbetur pezull. Po, që kanë ngelur pezull prej kohësh. Dhe kështu që do t'i realizoni këto. Atëherë futemi te ujori. Ujorët. Ujorët nuk ndjen fort mirë dhe në periudha që jemi, por do ta marrin veten ngadalë, që është e drejta, janë pak më të ngadalshëm, pavarësisht që ne jemi në epokën e ujorit, por është periudha e ujorit që nuk ndjet aq i fuqishëm. Nuk ndjet i fuqishëm në anën profesionale. Mund të ketë lëkundje ose mund të ketë një pabesi të vogël që e ka kaluar, por dhe ana shëndetit nuk ka qenë shumë e fuqishme ose nuk është ndjerë mirë. Nuk është ndjerë mirë. Brenda vetes nuk është ndjerë mirë, nuk është se ka në një dhimbje specifike, por nuk është ndjerë mirë. Varet edhe me partnerët me kë kanë të bërë, me konfliktet vogla, por do e marri veten ngadalë dhe duke i radhitur, duke i shtruar këto gjëra, puna do t'i shtohet, patjetër, do jetë pak i ngarkuar, tani kur je pa punë ose kur mendon që nuk bën kjo punë, dhe të del një tjetër, dilni për Zot. Ata janë shumë të mendshëm, i duan punët me mendje në fakt. Emi thonë që është shenja më e mençur e zodiakut. Pikërisht quhet mençuria e zodiakut, i duan punët me mendje dhe periudhat që ne na presin përpara apo gjeneratën, drejtori nga ujori. Jemi në epokën e ujorit, ai na sjell këto. Mrekullira, edhe këtë kohë, e këtë çuditëra. Dhe jemi pikërisht në nismat e para të jetës së re, që do ndeshemi me shumë situata të çuditshme. E kam thënë prej 20 vjetësh këtë gjë. Dhe vazhdoj të them, sepse jemi pikërisht e koha, fillimi i kësaj epoke, 2026 ta shënon fillimin e një epoke të re. Gjëra mjaft të çuditshme që do ndeshemi ballë për ballë. Kush i përballon, kush nuk i përballon. Por kjo është për gjeneratën, ta dish. Që janë më të gatshëm për veprimet. Prandaj duhet të fuqizohemi mirë mendërisht. Si duhet i përballojmë është ideja? Si duhet i përballojmë, pikërisht duhet të futemi të studiojmë, interneti ka shumë gjëra, për ne që t'i mësojmë përpara kohë që të mësojmë me gjendjen. Mos t'jenë të menjëhershme. E kupton? Ajo është mos përballja. E tmerrshme, domethënë kur ti nuk e njeh, kur ti lexon, i bën,
dëgjon. Domethënë ti ndeshesh me këto, njifesh me këto, prezantohesh me këto, mësohet gjendja jote. Më kupton, mund të ketë tronditje të vogla, por që do t'i kapërzesh. Që të përshtatesh. Që të përshtatesh me to, patjetër. Jemi të peshqit. Po, jemi të peshqit. Peshqit nuk them që janë keq, por ka pasur fazat të këqija, edhe të goditse, se ka pasur Saturnin brenda, por kanë rregulluar dhe disa gjëra, se Saturni nuk është për të goditur, është për të ndrequr disa veprime, ose disa gabime që ke bërë, ose disa tolerime që ti ke vepruar. Kështu që i bën peshqit që të drejtohen më mirë, të që ndorë nga të qarat edhe nga të ankuarat, të shikojnë gjërat më me një sy tjetër, më me seriozitet, të japin më guxim vetës për të vepruar, mos bëhen manjak i kërkesave të një gjëje, ta shikojnë me kënd vështrime të ndryshme, për të ndryshuar dhe pozicionin e tyre, ku janë dhe si ndodhen, të kthehen të shikojnë pak historikun, të japin precedent vetes, për t'i thënë tjetrit apo tjetrës apo jetës, që edhe unë vlej, edhe unë meritoj, jam edhe unë këtu. Kështu që ka gjëra shumë më të bukura për të bërë, se sa ajo të ngecesh mrapa. Saturni kaloi tek ju, u dha mendje, u dha besim, u dha siguri, pavarësisht tronditjeve, por me kalimin e kësaj gjëje që largohet, të jep që të korrigjosh veten, të korrigjosh gabimet. Kështu që kemi gjëra të reja të peshqit dhe shumë të bukura. Këto ishin gjitha shenjat. E gjithë shteruese ishte përshkrimi për çdo shenjë, por megjithatë, nëse do të vinë dosje një emër, pra 2026 ka një emër, cili do të ishte emri që do të zgjidhje. Një fillim i ri. Fillim i ri. Po, hap i ri, fillim i ri. Kjo ndodh edhe në vitin kalendari, kur themi ne kemi një fillim viti të ri, kështu që ne mendojmë që do të bëjmë gjëra të reja. Ne themi teorikisht, sot do të jetë teorikisht, praktikisht. Që me të vërtet fillojmë një gjë të re. 2026 si numër të del një, 10 materie. Ke ndërtime, ke organizime, ke plot gjëra për të bërë. Njerëzit e duan kur ja u thua kështu të koncentruar, po nga ana sentimentale, cila do të jetë shenja që do të përfitoj më shumë? Nuk e di tani ta përcaktoj, se kush do jetë me përfituar më shumë. Që t'i ketë më mirë punët në fushën e dashurisë. Jo, tani kur kemi gjëra të reja dhe kemi këto flirte, unë them që ana sentimentale mund të jetë dhe pak individuale. Meqense dhe gjithë viti do të jetë i tillë, i orientuar drejt egoizmit dhe individualizmit. Dhe është pak individuale që është e drejta. Se ne po shkojmë drejt vetjakes, po shkojmë te individi vetëm për vetëm. Më kupton, dhe kjo do të jetë pak e vështirë dhe më zgjedhje. Është dëmtuese për shoqërinë. Sigurisht. Vetë ne kemi ndërtuar për të ardhur këtu. Ne kemi ndërtuar këto. A kupton, nuk kemi bashkëpunos ne, nuk kemi solidar ne. Dhe nga që nuk kemi solidar, do vinte një ditë e tillë. Por do vi një ditë e tillë, por do ankohen si meshkuj dhe femrat për jetën sentimentale. Dhe ky është çalimi që mund të bëjmë ne. A më kupton? Dhe ata që janë të martuar, për shembull, kanë problemet e tyre se kanë shumë të çara. Se në fund të fundit vin nga një sistem tjetër. Është shumë e gjerë kjo histori. Plus që përballen pastaj me ndryshimet dhe me situatat. Më kupton, dhe koha ndryshon. Nuk je si ishe 20 vjeqa, apo 30 vjeqa, apo 25 vjeqa, apo 50 vjeqa. Këndvështrimet janë të ndryshme. Konsolidimi i dikurshëm. Sigurisht. Kështu që këto bashkëtesat janë shumë mirë, që është e drejta, se janë dhe më të lirë në veprimet e tyre, në zgjedhjet e tyre. Në njohjet e tyre, gjithashtu. Unë të uroj shëndet në radhë të parë, t'jesh mirë bashkë me bashortin, dhe të ketë kaluar kjo sfidë duke të sjellë vetëm të mira. Inshallah, atë shpresojmë gjithnjë. Kjo na ka mbajtur gjallë gjithkohën që ecim. Se ne kemi prej biletën. Edhe me menaxhimin, siç tham, stresi do të menaxhuar. Duhet menaxhuar bukur, mirë. Faleminderit shumë. Gëzuar, qoftë një vit i mbarë dhe inshallah na ndodh që janë ashtu siç janë, gjëra të bukura përpara. Gjëra të bukura përpara, ashtu siç është përshkruar, për gjitha shenjat do të ketë lajme të mira secili në atë tranzitin e vet, në ujërat e veta kur në vizet planetare. Faleminderit dhe për juve, për vëmendjen tuaj, sepse na ndiqni gjithmonë, na komentoni dhe na shkruani. Biseda me Liza Gjikën, përshkrimi që ja bëri për 12 shenjat e zodiakut do të jetë në kanalin tonë në YouTube, Reze Dielli. Na bëni subscribe, jemi bërë një komunitet i madh aty, kështu që ne ju falenderojmë për vlerësimin tuaj. Kalofshi një ditë të bukur, shihemi nesër me Reze Dielli.